disha as gjuhën. Se disha as gjuhën. Nejse dhe tash nuk e di pële sa mirë, po mirë në vesh është. Punën mo hiqe ma hiqe. Kur njani tha, vjen shefi, një shqiptar ati. Edhe thash, tash ka dhe bëj. Luan, a mund me zgjidhish pak se... Edhe... Faleminderit. Edhe, pastaj, a i shefi kaloj edhe hiqë sëm pa, kot isha frigu. Qka me po, tash moj kom sopa, tash... O, qa vo kështu? Bush, prekujmë shefesh. A? Prekujmë shefesh, Bush. Qërë kërkon aty pas fotelis, o Bush. Po, fotelja kishte marrë anën, pa u mundova të drejtoj, po. O, u drejtu. Mirësh. Po. Qa është ajo? A kredi tjetër keni sjela? Jo. Libra. Bush. Kredia hargjohet. Po. Kjo mbetet për herë këtu. Ashtu është derisa edhe kjo të mushet edhe të mos mu të pranoj ma asgjë tjetër, e? Edhe librat me pare blehen. Po, si e ka thënë ai, pak para po të kem do të blej liber. Me ato që do të mbeten, do të blej ushqim dhe tesha. O, po dhe? Me siguri tipi ka vdek për buke, për teshe. Apo ndoshta, po sigurisht se njeriu kur vdes, nuk e merr teshat me veten në varr. O Bush, njerëzit dinë çmimin e çdo gjëje dhe vlerën e asgjëje. Hajde ve se jeta e shkurt është për të lexuar libra. Aj, po ti ç'ke me librat ve, sikur se ti ke lexuar shumë libra, se shumë i ke pas punë të mirë me librat, a? Hajde pas. O Bush, e kam nis tersën me librat. Si tërë? Tersë, din cili ka qenë libri im i parë që i kam lexuar. Cili ka qenë, ha? Lulja e Kripës. Jakov Zoza. Apo s'pas ke pas ti faj, po as mujte me gjithë do një liber më të mirë sa për fillim, ha? 500 faqe liber, si sa të mbamen. Po e di? Po kush detyroj të lexosh? Desha ta impresionoj mësuesen. Ta impresionoj. S'ka asgjë për të qesh. Po pse nuk e lexova atë mbretin plak? Po, mësa gjoj jetën duke dash të impresionosh të tjerët. Po Bush, dikush duhet. Qa duhet? Të impresionoj dika. Mirë dita. Erdhe. Luan, unë e të prita me ardhë mas me jepi punës. Qka ku ka bo? Dita e pare punës. Po më ka dalë kretë për menshve, po vërtet, si të kaloj dita e parë në punë? Mirë. Mirë, ha? Shumë mirë më priti ai zëvendës drejtori. Zëvendës drejtoresha, se në fakt zëvendës drejtori ishte mashkull. Nejse, mashkull, s'ka problem. Ajo, morëm vesh. Do me thonë zëvendës drejtor ku ka konë atër që folën telefon, ha? Po, ai ishte. Unë në fakt nuk e kisha marrë vesh mirë kur u prezentuaj në telefon. Bile e kishte pas edhe gripin. Gripin? Po që ki kujdes me ata se gjitet bën lom. Po, edhe më tregoj edhe se ku do të ndërtohet objekti i ri i bibliotekës. Edhe objekti i ri. Po ishim bashkë me flamurin e. Po shumë mirë, bashkë ishit, ha? Po shumë mirë. E po, hajde pra. Për hajtë qofte. Shumë për hajtë qofte, vëzja. Po, valla, bash mirë, u ba mirë. Ani, s'na kalzove kur gjo, ku të vendosën, a? Me qëfar funksioni të dhanë? Po nuk ishte keq, jo. Nuk ishte keq. Mendoj ishte shumë mirë, pozite mirë. Ode qka? Ode folni. Skedar. Me skeda. Me skela? Jo për qërë skela? Po hode me qka, pra?
Po, nuk më kujtohet me. Po si të kujtohet tash sa ta spjegoj njeri. Po ashtu harova, ha? S'të pëlqen pozita më duke. Aha. Lamur, hajde kallzona çfarë funksioni është kjo skedar? Po kur sekret intelektuale jeni tash pritni prej meje. Le. Skedar do të thotë do t'i evidentoj librat. Aha. Me i evidentu librat. Dhe po, që të keqe këtu? Nuk ka kur gjë të keqe këtu, Po, po. mirë. Më sënu pak integriteti intelektual. Po mirë me qka të deshet ti, qka? Po, të lexoj diçka, të propozoj diçka me vlerë të mirëfillt letrare, kështu diçka. Po ti po pa të ko, lexoj kush po të ndalë, a pa ke libra atje? Po, bush, Ha, s'm kuptove. qa me të kuptu? Po ja, ka mund edhe pak më ndryshe. Tu theq dikon, da t'jem përgjegjës dikun, da ashtu diçka. A Luan, ndishte me njëherë shef me të votu, ja? Ha dhe? Se herët është, hala fillimi është. Po njëherë dun me të njoft kush je, tek je. Shka keni pru që këto libra këtu? E po, tani do dalim te më e rëndësishmja. Urno Luan, spjegova. Unë, mirë, jo, më mirë ti shpjegoje. Hajde dhe? Shifni, Luani do të punoj prej në shtëpi. Mendoj prej në banesë. Si? Prej në banesë. Si be për Qysh? pimbanes? O, Prej një be pak. Unë mendova se do u bojt qefi, do marre rogë, do punoj në shtëpi. aha, e pa mirë dhe, s'ka gjë të keqe këtu, po shumë bukur. Fol Luan, Po, pa ma ke fol. Qa po? Luani do t'i evidentoj librat prej në shtëpi, do t'i shef sa faqe kanë, tirajet e tjera, kështu me radhë. Po mirë, po ku ke pa kështu me prej banese? Qka s'kan gjithë, qka drillu, qka s'kan shpi. Bash mirë. Luan, s'po kuptoj, bre. E punu në bibliotek, jashtë bibliotekës. e diçka, ta vizaton Luani ty. Te pric administrative, ke dëgju në jerë? Kjo është. Aha, e cilë ke. Po, e kam dëgju, po. Do me thonë rrinë shpe dhe me rogë. Ashtu të ishte. Vështë sa e dione ajo vlen veç për të punësumt në administratë, bre. Ka dalë vetëm pak. Nuk është njëjtë. Luani ka plot punë. E shef këta. Do t'i evidentoj krejt këto librat, pastaj kur t'i kryin këto, merë tjera e kështu me radhë. Ashtu, e po, që vë? A mund t'i lexoj, a? Po si jo, njerë do t'i numroj, pastaj sa faqe ka, tirajet e tjera. E kjo shterja spase. Pse? Këtë libër mos e lexoni se ju shtin me ba vetvrasje. Jo, bebush, jo. Jo se kanë gënyrë. Se nuk bëhet vetë vrasje të lexu libra. Jo. Ndoshta tu dash të shkrujsh mundet, po. Po. Ndoshta. A të jetosh në ujdes Ben Blushi. Hajde. Ja. Aj, Platoni, Hegel, Platon. Jean-Paul Sartre, Muri. Romana, Muri. Po. Ja. Mein Kampf, lufta ime. Adolf Hitler. Po, a edhe këtë e mban biblioteka? Edhe këtë e jep biblioteka? A? Si ka mundësi kjo? Pse veç çka ka? Po pse më shqip është, çka ka të keq? Po, o zote. Ja, ka edhe tjera, më baj. Që? Alipash të Pelena, Kjo po. Carl Gustav, Andrat, studime albanologjike. Kjo vi. Kjo. 7 drama për fëmijë, kjo është për fëmijë. Kafazi për hitur. Ja, plot.
Çka u bë kështu? O Luan, çka u bë? Çka u bë bre? Falë Gonqë se të tremba edhe ty. A o ndërgeja? A mos dhim ti na ikun? Jo më qardhim ti, ondërët mërshme edhe ata. Zban mi kallzu ëndrat e këshia natën. Mirë flej nisër më kallzon. Me punë ishte. Normal bre, normal është dita e parë e punës Luan, me kalim kohë mësosh. Po. Njerë me ëndra në shkollë, pastaj me ëndra në bibliotekë. Se shumë nga të zemrës po i merë senet, Luan. Mos i merë shumë nga të zemrës senet, nuk shef ëndra. Si mos i marrë nga të zemrës, këtu do të punoj, mendja atje në punë. Po ti vetë tha bre se është privilegj me punu në shtëpi. Çka u bë që thash? Çdo puni ka anë pozitive dhe negative. Do me thonë nuk qosh mëngjes me alarm. Masani nuk të mërzitin ata kolegët, ato koleget në punë, me thashe themet me sabah. Edhe nuk bon hazhime jashtë. Hajtë se mirë është. Po, humë diçka shumë më të rëndësishme. Çka u Luan? Shëtnjejnë. Se shëshnin e madhe që ma pati ti, valla. Humë komunikimin, interkomunikimin, reciprocitetin intelektual. Me beso se ndjehem shumë plak të bisedu çdo ditë me bushin. Po edhe i ri nuk joj zemër. 14 për 50. Kërk. Falemderi që ma kujtove. Po duhet mirë mi vesh për diçka tjetër. Çka boni baki që tash? Për çka? Rapsirën e shtratit. Jo. Po pra? S'po të mjafton ty gjysa krevatit, a? Jo. Sa dishte? M'duhet edhe 20% prej hapësirës tante. Do me thënë, m'duhet bëjmë edhe një lloj marrëveshje kornisa. Marrëveshje kornisa? 70% për ty? Vesh 30 për mua? Po pra, kështu i bie matematika. Kështu i bie manipulim. Po jo, në bas proporcionalitetit e madhësisë, mua m'duhet më shumë territor. Në bas të madhësisë, ty a di shka duhet. Një krevat në veti që atje dikon. Edhe bi flej se po jetë me 0%.
Reagimi zëdhënësit të Kombeve të Bashkuara erdhi pasi Serbia përmes ministrit Aleksandar Vulit deklaroi se kërkon një seancë të A di gjikoni se 3? Asgjë, 3 grabitje, 2 ndeshje në komunikacionit. Zën kam me thikën në shkollë. 2 të plagosur, të rënd të plagosur, edhe asgjë tjetër. E po të unë e ka një sen 3. Qa ka? Tërëtëtëm. Qa be tërëtëtëm? iPhone 5S. 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 Po qa e qudit, ha? Për telefon është. Jo be gjish, kjo gjithë shka, ama edhe telefon është. Si ashtu, edhe telefon është. Po kitë është televizor, është kamerë, është navigator, është busull. Kitë gjojat është. Bile e në alton me këtë mund gjish. Hajde dhe. Po. E në alton, ha? Po edhe si pas qyrë që nga. Kjo veç me mu qilet. Me ty? Me qka me ty me qilet? Kjo vetëm me gishtin tem qilet. Vetëm me gishtin tonë? Po qyrë, po qa po, edhe na me gishta kena punu, qa po qëditesh? Po hajde, po e sotin, me gishta kena fishlu kështu, me pushkën, po mërëvesh, pushkën me dorë, me gishte kena kris, edhe veshen me gishte kena kru. Po, e di për ju, kom daj për ju. Qa është e? Njau. A din të flasish drejt e për zdrejt mirë, pas të Shqip? A be gjish, edhe zisht folish ma erë Shqip. Qa nuk di, ti mos më përzi mua, më rëvesh? Mos më përzi. Gjua Shqipe është gjua ime e nanës. A kupton? Unë e kam patur gjuhë të nënës. Kur kam dalë jashtë, gjuhën zyrtare e kam patur gjuhën turke. Ku ishe? Në punë isha. Pa mira, nuk u morët vesh të punosh nga banesa, për shtëpis tu për banesës. Po shkova të konsultohen edhe unë për ato titujt kontraversë. Më duken pak pa përshtatshëm për bibliotekat. Me qëtë, ta? Më thanë se nuk janë tituj që i kanë ata. Nuk i kanë aty, po normal se nuk i kanë aty se të gjitha janë këtu të ne, ja. Ashtu u thashën unë. Po ata ma kërkun librezën e bibliotekës, para me ndo. Por ju thashë unë punoj këtu. Po ato nuk e dinin se unë jam aty në punë. Nuk e dinin? Si ashtu nuk e dinin? E di ma shkurt, këtu njerëzit të shikojnë e nuk të shohin. Dëgjojnë, nuk njojnë. Po mirë, drejtorin, atë drejtoreshën, nuk i takove hiqa? Jo, nuk i pash, nuk ishin aty. Se si mu dukon të qëdiqëm ta njerës. Edhe janë. Afer gjithë atyne librave, njeri u edhe bëhet pak i qëdiqëm. Po me që i ti do t'jeshe largë atyre. Po, kete drejt, mirë. E ti qarë bon atyme? Nuk e shku në shkollë? Jo, hala, shtejnë e pak dhe shkoj. Qërë është e? Qka nuk është? Dorat. Kusht e ka sjellë? Pi Gjergjit Flamur. Ai ku i mori parata i të blejt telefon. Po edhe borgjet mu endes ma ka këthy. Parat që kishte me këthy. Hajde da bëjmë një foto, hajde. Hajde gjish. Hajde, bane. Hajde, ndështë shumë më qetë më të ri, ha? Kallë pi heki syzat. Hajde. Shumë marë. A dujla? Hajde, hajde. Rrit edhe një këshu. Hajde tash bashkë, hec të afer me e këto, hajde qitë të dorë, këto në krahën tim. Hec. Hajde qitë të dorë.